Inteligjenca artificiale po përhapet me ritme të shpejta në të gjithë botën, duke ndikuar në mënyrën se si njerëzit komunikojnë, punojnë dhe marrin informacion. Vitet e fundit përdorimi i saj ka njohur një rritje të ndjeshme edhe në fushën shëndetësore, ku qytetarët po përdorin aplikacione dhe platforma digjitale për të kërkuar informacione shëndetësore. Edhe në qytetin e Delvinës përdorimi i inteligjencës artificiale është bërë i zakonshëm, sidomos mes të rinjve. Sipas mjekëve të spitalit lokal, shumë banore përdorin AI për të marrë informacione shëndetësore, por ata nënvizojnë se kjo nuk mund të zvendësojë vizitën dhe diagnozën e mjekut. Pjesa e inteligjencës artificiale mund të funksionojë në shumë nivele të tjera, por te pjesa e mjekësisë më duket pak e pamundur. Dhe personalisht jam kundra përdorimit të saj. Mund të përdoret në fusha të caktuara, pjesa statistikore mjekësore, por nga ana diagnostikuese është e pamundur. Mjekët këshillojnë qytetarët që të përdorin inteligjencën artificiale vetëm si një mjet të ndihmës dhe jo për vendime shëndetësore të rëndësishme. Këshilla ime është mos përdoret fare për pjesën e diagnozave. Në rast të parë dhe këshilla e dytë për këdo do ishte e mira është në kohën që jetojmë të paktën një ditë në javë, me pakta fare, të shkëputen komplet nga pjesa elektronike, nga telefonat, nga televizionet, çdo gjë. Ata paralajmërojnë veçanërisht të rinj të jenë të kujdesshëm dhe të konsultojnë gjithmonë me profesionistët e shëndetit për çdo shqetësim.